parë deri në fund se si do shkoj trendi, pra sa do mbaj Partia Demokratike, do e kapi 40% apo jo, se mund t'jetë diçka më afër rezultatit, një rezultati normal për atë zonë elektorale që është. Pra nga dhënat që keni ju ka pas rezultat më të thellë në 2 zgjedhjet e fundit, 2021. A i referohesh zgjedhjeve të 2021? Fundit, sepse ato kemi të vetmet referenca. Mirë, këtu duhet parë pastaj sa është rritja e Partisë Demokratike në krahasim me 4 vite më përpara, por futen shumë faktorë pastaj që mund të jenë kompleks për të nxjerrë një rezultat të plot. Shiko, është numëruar edhe kutia e parë në Tepelen, atje ku në Tepelenën e Tërmet Peçit, nuk e di gjatë këtyre ditëve është folur shumë për një video, nuk e di nëse është abuzim pakor para votimeve apo një fakt real. Megjithatë i përmbahemi kutisë së parë të numëruar në Tepelen, sipas rezultatit që vjen, bëhet fjalë për kutitë e fshatrave Progonat, Nivic dhe Sinanaj. Partia Socialiste 100 vota, Partia Demokratike 24 vota, Lëvizja Bashk 2, PSD 3 dhe vota të pavlefshme 5. Mirë, rezultate të papërfillshme po të kemi parasysh numërimin makro, po me qënë se janë... Po mirë, tash në Progonat është... Nuk pritet... Atër, lidhemi se kemi në drejt për drejt Mola Lukun, na njofton regjia për të kuptuar se çfarë po ndodh në Parkun Olimpik. Mola, atër, për çfarë zarfesh të kontestuara bëhet fjalë? Beti dhe njëherë të përshëndes, duket se pati një situatë të tensionuar këtu në Parkun Olimpik për shkak të pretendimeve nga ana e opozitës se janë prekur zarfet të cilat në fakt sipas tyre vijnë nga kutit të posaçme nga Greqia, zarfet të cilat ende nuk janë vlerësuar nga KQZ-ja nëse do të jenë të vlefshme apo të pavlefshme për zgjedhjet e 11 majit. Kjo gjë ka bërë që të hasen debate midis komisionerëve të cilët po merren me numërimin dhe me administrimin e votës së diasporës dhe me përfaqësuesve ligjor të Partisë Demokratike, Koalicioni për Shqipërinë Madhështore, dhe për këtë arsye pati disa minuta, le të themi, hedhje pritje sa i përket pretendimeve të opozitës që të mos preken zarfet dhe që zarfet që vijnë nga Greqia me votën e diasporës për shkak të problematikave të shumta që kanë hasur gjatë gjithë procesit të dërgimit dhe të ridërgimit të fletës në Shqipëri të ndahen dhe të grupohen veç. Kjo në fakt nuk është pranuar as nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe as nga komisionerët gjatë ditës së sotme, të cilat i kanë përfshirë sigurisht duke i ndarë në bazë të qarqeve nga ata vinë, dhe për këtë arsye pati dhe një lloj indicie nga ana dhe indignim nga ana e përfaqësuesit ligjor të Partisë Demokratike, Koalicioni për Shqipërinë Madhështore, Marash Logu, i cili u shpreh se kanë kërkuar disa herë që të mos preken ato zarfe deri në kontestimin e tyre nëse do të jenë të vlefshme apo të pavlefshme, të verifikohen më parë dhe nëse rezulton se pretendimet e opozitës janë të gabuara, atëherë ata të mund të grubullohen në pjesën tjetër të zarfeve dhe të materialeve zgjedhore që kanë ardhur nga diaspora. Pra ky ka qenë debati që ka hasur gjatë vetëm disa minuta më parë këtu në Parkun Olimpik, ndërkohë... Mola, më dëgjon? Po, Luan. Domethënë, për ta përmbledhur, cili është argumenti që paraqet Partia Demokratike që kërkon që votat e Greqisë të ndahen më vete? Pasi kanë pretendime se ka pasur ndërhyrje dhe se fletë të dëmtuara ose të pavlefshme të cilat duhet të grupohen veç, janë grupuar tek votat e vlefshme dhe janë ndarë në bazë të qarqeve, dhe për këtë arsye ata kërkojnë që kjo të verifikohen më parë. Pretendimin që ka e shoqëron me ndonjë fakt, me ndonjë provë konkrete apo thjesht? Pa më dëgjon? Po, Luan, në fakt ishte përfaqësuesi ligjor i opozitës, po të dëgjoj. Mola, tjetër gjë të pretendosh dhe tjetër është frehur ai vetë se ka parë të kesh një fakt konkret dhe thua mbi bazën e këtij fakti, unë kërkoj të bëhet kjo gjë të veçohen votat e Greqisë, sepse pretendime mund të kenë shumë, po jo çdo pretendim është i domosdoshëm për tu konsideruar nëse nuk shoqërohet me një provë.
Atëherë, sipas deklaratave të tyre, ata kanë parë vetë me sytë e tyre që është ndërhyrë të këto vota Luan, prandaj edhe kanë ardhur këto pretendime të tyre. Nuk mund të them nëse ka fakte me letër, me shkrim apo me video nga ana e përfaqësuesve ligjor, por janë shprehur se e kanë parë që janë ndërhyrë të këto zarfe dhe për këtë arsye kërkojnë grupimin veçmas të zarfeve që vinë nga Greqia. Aty nuk ekziston mundësia që ndonjë përfaqësues i Partisë Demokratike të mund të lidhet me ne në studio që ta pyesim konkretisht çfarë pretendime kanë? Apo është e pamundur tani? Tani për momentin nuk është e mundur. Tani për momentin nuk është e mundur, do mundohem disa minuta më vonë nëse mund të kem një deklarat. Kam këtu në fakt përfaqësuesin Marash Logu. Po nëse ka mundësi, flet kryekomisioneri Cili Bashi në këto momente. Po, ta dëgjojmë. Jo, e bëjmë kështu, të marrë një informacion se nuk e di se çfarë ka ndodhur. Isha në një komunikim. E pam që nuk kishe menduar që mund t'ia shpjegonim. Okej, mund t'i. Po marrë informacion